Vetëm një lugë sot buket çdo ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre problemeve. Soda e bukës është një substancë e fuqishme që ka një përdorim të gjerë në çdo aspekt të jetës sonë të përditshme. Ajo përdoret në gatim, në pastrim, në heqjen e njollave, në zbardhjen e rrobave, si dhe në produkte të ndryshme të bukurisë. Por cilat janë disa nga përfitimet që mund të merrni nga përdorimet e sodës së bukës? Soda e bukës është një përzgjedhje shumë e mirë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Edhe kundër problemeve të djersitjes së tepërt. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant kundër erës së keqe dhe djersës së tepërt. Mund të përzieni 4 lugë gjelle sodë buke në 4 pika vaj nga juaji I preferuar. Mund të përzieni gjithashtu edhe me produkte të tjera. Më pas, lyeni zonat problematike ku djersiteni më shumë dhe keni bakterie të ndryshme. Kështu do të arrini të merrni përfitimet e saj në dobi të shëndetit të lëkurës, gjithashtu edhe largimin e djersës me erë të keqe. Soda e bukës mund të përdoret si një përzgjedhje efikase kundër aromave të këqija. Një filxhan me sodë buke në vaskën tuaj mund të tretet në të dhe të qëndroni në këtë përbërje për të paktën 30 minuta. Në këtë mënyrë do të pastroheni nga bakterie dhe acide të ndryshme, të cilat shkaktojnë edhe erë të keqe të trupit. Për një lëkurë më të butë mund të bëni një banjo 1 herë ose 2 herë në javë me përdorimin e sodës së bukës. Kjo do ju ndihmojë që të arrini rezultatet e duhura për një mbrojtje më të mirë të lëkurës dhe largimin e papastërtive të saj. Nëse doni një lëkurë më të butë, mund të përdorni sodën e bukës. Hidhni pak sodë buke në shampon tuaj të trupit dhe masazhoni pjesën e duarve dhe të këmbëve me këtë përbërje. Më pas, lahuni me ujë të bollshëm dhe do të zbutet ndjeshëm lëkura juaj. Kështu do të largoni të gjitha papastërtitë dhe gjithashtu do të siguroni një mbrojtje më të mirë të lëkurës nga këto efekte të dëmshme që mund të shkaktohen gjithashtu edhe nga radikalet e lira. Soda e bukës është një alternativë e cila mund t'japë përdorime të gjëra edhe për të patur thonjë më të shëndetshëm. Mund të përzieni 3 lugë gjelle sodë buke me 1 lugë gjelle ujë dhe më pas me pastën të masazhoni thonjtë dhe të vendosni në të dhe të qëndrojnë ashtu për disa minuta. Më pas I shplani duart tuaja me ujë të bollshëm dhe do të arrini të keni rezultatet e duhura në këto shqetësime. Kështu do të keni thonjë më të shëndetshëm dhe gjithashtu edhe do të largoni problemin e mykut të tyre. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si një freskuese shumë e mirë për gojën tuaj. Hidhni 1 lugë çaje sodë buke në 1 gotë me ujë. Pasi soda të ketë shkrirë, bëni gargar për të hequr bakteriet e keqe të gojës edhe gargara mund të bëhet të paktën 1 herë në javë. Kështu do të largoni papastërtitë dhe erën e keqe të gojës suaj dhe mbi të gjitha do të siguroni një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj dentar. Soda e bukës është një përzgjedhje e cila do t'japë rezultate fantastike edhe për të pasur një shëndet më të mirë të dhëmbëve. Nëse soda e bukës përzihet me ujë të oksigjenuar, do të përfitojë një masë të mirë e cila mund t'japë rezultate mjaft fantastike edhe për shëndetin e dhëmbëve. Përdoreni këtë masë jo më shumë se 1 herë në javë për të shmangur dëmtimet e smaltit dhe për të patur gjithashtu edhe një higjenë më të mirë orale. Përdorimet të tilla të sodës së bukës do të jenë alternativa të çmuara në shëndetin tuaj dentar. Do të mbajnë larg komplikacionet e saj dhe gjithashtu do të sigurojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit të dhëmbëve. Soda e bukës është një alternativë e çmuar që mund të përdoret fare lehtë në përditshmërinë tuaj. Mjafton që ta përdorni atë me kujdes dhe në rastet e përcaktuara në mënyrë që ana e saj pozitive të jetë më e gjerë. Kur kombinohet në doza të përshtatshme, soda e bukës do të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe do të përshpejtojë edhe shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kurrë në kuzhinat tuaja dhe mund t'japë gjithashtu rezultate fantastike në këtë aspekt. Ajo mund të përdoret si në kuzhinë ashtu edhe në pastrim. Përveç produkteve tradicionale, të paktë janë ata që I dinë edhe vlerat terapeutike të sodës së bukës, që mund të sjellin ndryshime rrënjësore në përditshmërinë tuaj. Soda e bukës përbën edhe elemente të bikarbonatit të sodiumit që reagojnë menjëherë sapo bien në kontakt me substancat acidike, siç është uthulla e mollës, gjithashtu edhe kosi.
Ndaj përdorime të tilla të saj mund të jenë vlera të çmuara në rastin tuaj dhe të mbajnë larg gjithashtu edhe komplikacione të njëpasnjëshme. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë që rekomandohet gjithashtu edhe kundër problemeve siç janë artriti, probleme me tretjen, probleme me urthin, gjithashtu edhe shqetësime të ndryshme të infeksioneve. Kur konsumohen në doza të përshtatshme dhe konsultoheni me ekspertin, përgatituni të merrni përfitimet unike të sodës së bukës në përditshmërinë tuaj. Soda e bukës është një ndihmë shumë e mirë ushqyese për ata persona të cilët vuajnë nga problemet e urthit. Nëse vuani nga urthi, duhet të dini se pirja e sodës së bukës të tretur në një gotë me ujë ndihmon në neutralizimin e aciditetit dhe eliminimin e problemit të smaltit të dhëmbëve, gjithashtu edhe lehtësimin e problemeve të urthit. Bulzat e ujit të ndihmojnë në ndjeshëm në çlirimin e gazrave dhe lehtësimin e fryrjeve të barkut. Sigurohuni që ta përdorni atë me kujdes dhe në formën e saj natyrale. Soda e bukës është një alternativë shumë e çmuar që do të lehtësojë gjithashtu edhe problemet tuaja të pahashit. Aciditeti i tepërt mund të nxjisë shfaqjen e problemeve të tilla siç mund të jetë gjithashtu edhe osteoporoza, radikalet e lira dhe artriti, të cilat lulëzojnë në mjedise tepër acide. Pirja e ujit me sodë buke në këto alternativa mund të jetë një përzgjedhje e çmuar për shëndetin tuaj. Për sa kohë, soda e bukës përdoren në kujdesin e duhur dhe në mbikëqyrjen e një eksperti, përgatituni të merrni përfitimet e saj dhe të evitoni një sër komplikacionesh. Soda e bukës gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë kundër inflamacioneve. Inflamacioni shkakton dhimbje. Toniku me sodë buke mund të ndikojë në përmirësimin e shëndetit tuaj kundër inflamacioneve dhe acidit urik, që do ju ndihmojë të keni një shëndet më të fortë dhe të parandaloni gjithashtu komplikacionet e tyre. Sigurohuni që sodën e bukës ta përdorni me kujdes dhe gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen gjithashtu kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës do t'i ulë këto shqetësime dhe do të jetë një ndihmë shumë e mirë në aspektin tuaj ushqyes, për sa kohë përdoren me kujdes dhe në mbikëqyrjen e një eksperti. Sodën e bukës gjithashtu mund ta kombinoni edhe me limonin për të marrë përfitime më të rëndësishme ushqyese. Soda e bukës është një përbërës shumë i mirë i kuzhinës, por mund të jetë gjithashtu efikas edhe për pastrimin dhe trajtimin e disa problemeve të shëndetit. Prandaj, për sa kohë e përdorni atë në mënyrën e duhur, soda e bukës do të kthehet në një aleate të vërtet të shëndetit tuaj. Ky produkt i thjesht ka shumë përdorime dhe përfitime të njëpasnjëshme, e cila mund të ndikojë gjithashtu në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Ajo mund të përdoret si pastrim i thellë i kuzhinës. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si një pastrues natyral dhe mund të pastrojë sipërfaqet e kuzhinës, pjatat dhe enët. Ajo mund të heqë gjithashtu edhe yndyrnat e forta nga këto pajisje dhe gjithashtu të kthejë në shkëlqimin e munguar. Soda e bukës është një përzgjedhje shumë e mirë edhe në trajtimin e djegjeve. Një përdorim tjetër i sodës së bukës është se mund të lehtësojë djegjet e vogla. Thjesht aplikoni pak pastë me sodë buke me ujë për të zbutur gjithashtu dhimbje dhe për të promovuar edhe një lehtësim më të mirë të lëkurës suaj. Kjo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë kur keni djegje të lëkurës nga dielli dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni prej përdorimeve të tyre do të jenë gjithashtu edhe më lehtësuese në përditshmërinë tuaj. Soda e bukës mund të përdoret si një pastruese shumë e mirë e gojës suaj dhe ndikimi që ka në këtë drejtim do të jetë gjithashtu më lehtësues kundër komplikacioneve dhe gjithashtu rritjes së problemeve të saj. Sodën e bukës mund ta përdorni edhe si deodorant natyral. Soda e bukës është një pastrues i shkëlqyer për të neutralizuar erën e keqe dhe për të përdorur gjithashtu si një deodorant natyral për lëkurën tuaj. Kështu përfitimet e saj në përditshmërinë tuaj do të jenë të menjëhershme. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si një zbutës efikas i lëkurës. Për ata që kanë lëkurë me akne ose lëkurë të thatë, soda e bukës do të jetë alternativa më e çmuar në këtë drejtim.
Sigurohuni ta përdorni atë si duhet dhe gjithashtu do të keni përfitime të duhura në shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.